Zhvillohet në GJKO seanca e radhës për gjyqjen e dosjes Plumbiart. Seanca e mëparshme u shtyp pas kërkesës së Henrik Hoxhait, pasi mbrojtja e tij kërkoi më shumë kohë për të përgatitur për pyetjet për Nurettin Dumanin. I pandehuri Giuliano Hoxha dha dëshminë e tij, ku gjatë seancës ai u shpreh se Erjon Alibej i ka treguar se si e ka porositur vrasjen e Kastriot Kilës. Mëtej ai ka deklaruar se organizatori i këtij akti kriminal është Alibejaj dhe Josuel Çela. Në një nga takimet që kam zhvilluar me Erjon Alibejaj, ai më ka folur për vrasjen e Kastriot Kilës. Ai më ka treguar se si e ka porositur vrasjen e Kastriot Kilës. Financues dhe organizator i kësaj ngjarje është Erjon Alibej, Josuel Çela. Ndërkohë, Alibejaj ka thënë se media duhet të presin edhe pak për dëshminë e tij pasi Nurettin Dumani të mbarojë rrëfimet, ai do të tregojë gjithçka. Doja të sugjeroja mediat të bëjnë durim, sepse pasi të mbarojnë Nurettin Dumani dëshminë e tij, thonë do të flas për gjithçka. Nga deklarimet e mia, kanë për të dëgjuar mediat për të gjithë sulçelat. Unë do i them të gjitha. Janë thënë shumë të pavërteta dhe të rridhime. Sugjeroj mediat të mos nxitohen, derisa të japim dhe ne deklarimet tona. Pas fjalës së mbajtur nga Giuliano Hoxha, radhën për të dëshmuar e kishte bashkëpunëtori i drejtësisë Nurettin Dumani, i cili u përgjigj pyetjeve nga avokati Gentian Rumano në lidhje me njohjen e tij me Henrik Hoxhën. Me Henrik Hoxhajn jam njohur në dhjetor 2019. Jemi takuar fizikisht në 30 dhjetor 2019. Atë ditë ka qenë ditëlindja e Festim Çolit. Festonim çdo vit me daulle. Hera parë që shkoja te ditëlindja e Festim Çolit, erdhën diku te 50 veta. Shumë prej njerëzve unë aty i njihja. Henrik Hoxhaj ishte drogaxhi, gënjeshtar. Unë dhe Henrik Hoxhaj kemi konsumuar bashkë lëndë narkotike, kokainë në ditëlindjen e festimit. Për ngjarjet që kam organizuar, në shumicën e rasteve nuk i tregoja Herikut, sepse nuk ishte i qëndrueshëm, fliste me të tjerët. Në seancat në gjykatën e posaçme, i pandehuri i drejtësisë Nurettin Dumani po vijon me dëshminë e tij për disa nga ngjarjet kriminale më të bujshme në vend.